Këtu ndodhem në sheshin më të rëndësishëm të Shqipërisë. Dhe arsyeja pse po e bëj këtë video, sepse këto ditë më ka bërë shumë përshtypje pafundësia e videove që qarkullojnë mbi kullën me shëmbëltyr njeriu që ndodhet mbrapa shtëpisë time, e cila e parë në orët e mbasdites me ndryshimin LED të ndezur, që LED-i shoqëron në çdo kat, dallohet më tepër dhe bie më sy. Patjetër që është fotogjenike, patjetër që do të rreqë vëmendjen e turistëve, por gjëja që mua më shqetëson është që një objekt i tillë që në një shkollë arkitekture kudo në Perëndim apo në Shqipëri, profesori nuk do ta kishte pranuar një projekt të tillë në asnjë mënyrë. Një projekt i tillë të vendoset dhe të ketë këtë impakt mbi sheshin qendror dhe ndodhet shumë afër dhe përballë dhe monumentit të njeriut, të heroit tonë kombëtar, të cilët thuhet se ai ka marrë shëmbëltyrën. Gjëja që mua më shqetëson më tepër është që sheshi qendror i Shqipërisë, i Tiranës, është kthyer më tepër që ngjason me një arenë të madhe ku rrotull saj po vendosim kulla pafund, që nuk po ndjekin dhe nuk po respektojnë fare as historinë e sheshit, historinë e qytetit, traditën,